Derisa po flasim, po kam edhe shumë pyetje të cilat po mundohem që me qenë sa ma e qartë dhe me përcjell sa ma shumë mesazh të njerëz, te kjo frika e braktisës ju ndodh edhe prindërve me fëmijët e tyre. Për shembull, unë kam dëgjuar shumë prind që thonë inshallah kur të rritet nuk shkon me studiu jashtë, me jetu jashtë, me na lan. Do me thonë hala pa u rrit mirë fëmia, këta veç që ja ka nis me u friksu faktit që ai ose ajo mundet me shku në Evropë ose kudo tjetër me jetu. Shiko, shpeshherë kur flasim për prind, pra ne e marrim një epitet për shkak se kemi sjell një fëmijë ose diçka. Po në vërtet në plot kuptimin e fjalës din pyetja sa jemi prind. Sepse shpeshherë din fëmia mu shndrum në prind dhe prindi në fëmijë. Pra, fëmia fillon me u kujdes për prindin. Dhe jo ajo anasjellta se cila duhet të ishte aty prezent. Dhe kur një prind për shembull bëhet fëmijë së vet, po them në thonjza, kur fëmia vazhdimisht kujdeset për ta, atëherë normalisht që edhe ky prind ka me pas vështirësi, ka me pas atë ndjenjen e braktisjes, ka me përjetu ato do të thotë momentin që fëmia shkon me studiu, po flas fëmia i rritur, shkon me studiu, ose martohet, ose largohet për shkak të punës, ose diçka, atëherë normalisht që përjetimi ka me qenë shumë i vështirë, sepse ajo ose ai është mësuar që vazhdimisht me pas aty prezent, që më kujdes për to, për gjitha, qoftë në aspektin emocional, qoftë në aspektin kushteve tjera, do thotë kërkesave tjera që mund t'i ketë. Dhe në momentin që ky fëmijë largohet, atëherë normalisht që prindi këto ka me ndi shumë rënd në vetëm e ti. Dhe shpesh bëhemi egoist, sepse mendojmë për veten ata mos më na lënë, po nuk mendojmë për të ardhmen e tyre që ata e menojnë. Ky është një fenomen që ndoshta don shumë vëmendje, sidomos në kulturën tonë, sepse ne duhet të mësohemi se fëmijët tonë e kanë edhe ata jetën e tyre, pavarësisht që na i kemi sjell në jetë. Pra e kanë jetën e tyre dhe ata duhet zhvillojnë dhe nuk duhet të presim që ata të sakrifikojnë jetën e tyre për neve. Nëse ndjejnë është okej, por jo ti... Nëse ndjejnë, shikon, unë dyshoj shumë këto nëse e ndjejnë. Shpeshherë kjo është një imponim, të paktën nga ato, nga punat që bëj çdo ditë, nga ajo çka kam pa. Pra, shikon, përkushtohesh ti 100% për prindërit edhe për familjarët e tjerë, do thotë ta braktisësh një anë tonën, ta braktisësh një ëndër tonën, ti braktisësh nevojat e tua shpeshherë. Dhe na si qenie njerëzore, për shembull, shumë të pak jemi të vetëdijsuar ose të ndërgjegjësuar deri në atë aspekt sa të mbajmë ekuilibër mes vetes, familjes dhe të tjerëve. Ne shpeshherë i marrim ekstreme. Ose shkojmë all in në përkujdesje për familjen ose për prindërit, ose shkojmë all in tek vetja, do thotë gjithmonë polarizohemi në ekstreme. Dhe këto të dyjat janë të pashëndetshme. Mirëpo pak ka njerëz që arrin me bë ekuilibrin. Zakonisht për shembull janë ato maskat ose mënyrat që na përformojmë para njerëzve, media ose para mysafirëve ose të tjerëve, mirëpo çaj nuk është realiteti. Shpesh diçka mbrapa asaj maskës, atij imazhit që na kemi kriju për mu duk sa më të mirë, sa më human, sa më njerëzor, sa më të kujdesshëm, sa më të dashur. Shpesh është një vetë e jona që lëngon pas asaj maske dhe vetë e pret momentin kur duhet me dalë. Imagjino brenda një bisede e emision, edhe unë si moderatore, shpesh nga biseda me psikolog, sa reflektoj edhe duke njohur veten nga ato që ka thuar, imagjino si kur tjetë një rutinë e ketë atyre që më ndjekin që të kujdesen për shëndetin mendor dhe të bëjnë një bisedë siç po bëjmë ne dy sot bashkë edhe të kujdesen për shëndetin e tyre mendor.